shikues të nderuar dhe sidomos ju amatorë të sportit, mirëmbrëma dhe përshëndetje drejt për drejt nga emisionin ynë Studio Sport. Ky emision vazhdon të jetë para jush për të sjellë lajmet më të fundit dhe ne do të flasim kryesisht për praksfidën e ditës së premte, pra nisin emocionet e kampionatit superiores në futboll. Lajmi i shumë pritur është tashmë, skuadrat janë gati dhe do të nisë nga Shkodra, nga stadiumi Loro Boriçi me kryesfidën Vllaznia Skënderbeu. Do të jetë në fokus pikërisht kjo ndeshje, përgatitet e Vllaznisë, ndeshjet miqësore, por do të flasim edhe për futbollin e moshave, për futbollin e kategorisë së parë, të dytë dhe të tretë, se ato janë në përgatitje sipër për të startuar në garat kombëtare. Do flasim edhe për kampionatin e voleybollit ndëror, ku Plazhi Velipojës pas kampionatit të futbollit ndëror, ku shpall fitues ekipi i Velipojës V me trajner Besnik Ndojnë, ka pritur edhe kampionatin e voleybollit ndëror, një ngjarje sportive interesante që u fitua nga dyshja e voleybolistëve nga Kosova, por edhe përditën fitoi Kosova. Do flasim sonte patjetër edhe për një lajm të hidhur që ka të bëjë me qytetin e Shkodrës, me rajonin verior dhe në përgjithësi në komunitetin e biznesit, por edhe të sportit. Bëhet fjalë për ndarjen nga jeta të Flamur Hoxhës, një qytetar model i cili ka kontribuar për shumë vite si biznesmen në Shkodër, por ka pasur edhe kontribute të shumta në fushën e sportit. Me herët ka qenë antar i kryesisë së klubit të futbollit Vllaznia për disa vite dhe më pas si presidente i ekipit të boksit. Këto lajme do t'i dajmë me një panel të përzgjedhur për sonte. Kam menduar të kemi në studio Mill Shkëmbin, mirë se erdhe Shkëmbi, një gjyqtar veteran, drejtues i kahershëm i kolegjumit të futbollit të Shkodrës, por edhe një biznesmen i njohur, që pak herë kemi trajtuar fjalën biznesmen për zotin Shkëmbi, por është i kahershëm dhe është jo me kot sonte në studio për të folur edhe për futbollin si veteran i sportit dhe si gjyqtar i futbollit, por edhe për kolegun e tij të ndjerë tashmë Flamur Hoxha. Mirë se erdhe, Milli. Mirë se gjeta, faleminderit. Ndërkohë nga bota e futbollit janë 83, por Ersi Çaku, trajneri i Vllaznisë B, është drejt për drejt pranë familjes futbollistike të Kuçëbluve, trajneri i Vllaznisë B. Mirë se erdhe, Ersi. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Vllaznia B përgatitet të startojnë me një kryendeshje në javën e parë, kategoria 2, do të jetë derbi i Veriut Vllaznia B dhe Tërbuni Pukës do të luhet në stadiumin Ershit Rusi. Nga fusha Medias është Endri Sinari, mirë se erdhe Endri. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Vjen, jo shpesh herë, po vjen i përgjithë shpesave, por kur vjen është i përgatitur dhe me lajme të freskëta, sidomos nga Vllaznia, aty ku i pasqyron sistematikisht çdo ditë tek gazeta Panorama Sport që përfason Endri për Shkodrën. Emisioni sotëm shoqërohet këtë radhë kemi një rësi të veçantë, sepse në pultin e transmetimit kemi dy koka të mjeshtra të teknikës, është kryetekniku i RTS së Shkodrës Valmir Hysa dhe përgjegjësi i transmetimit Nino Jakova, që Endri imi të garantuar sonte për teknika nuk besoj. Nuk besoj se kas mjafton. Si gjithmonë dhe kolegët e tjerë që janë Florian Gerdani, Ensar Basha, Fatjon Brosi, të cilët shpeshherë janë në këtë studio tek pulti i transmetimit, apo dhe montazherët Ledi Dani dhe Urim Hysa, janë të gjithë një kolektiv, një ekip simpatik. Do ta nisim njëherë tek futbolli me Ersin, me Endrin. Ndërkohë që Ergjia ka një foto, kolegu Jakova, pikisht për logon e ndeshjes së javës së parë kampionatit që luhet të premten në orën 21 në Loro Boriçi. Kjo është fotoja sezon i ri Vllaznia Skënderbeu. Një bilanc që në fakt unë sot u informova saktësisht, nuk e dija si ka kaq rivalitet Vllaznia Skënderbeu. Bilanci një fitore më tepër Vllaznia se sa Skënderbeu dhe 9 barazime. Po ne nga që historia flet shumë për Vllaznin, por këto vitet moderne kanë folur shumë për Skënderbeu dhe ato vite ka kthyer Bajagi statistikën e ekipit korçar. Por statistikat na përkasin ne si gazetar dhe si... Saksisht, 32 fitore Vllaznia, 31 Skënderbeu dhe 9 barazime. Një bilanc i bukur,
që garanton besoj për një ndeshje shumë I bukur shumë nuk veçantë. mund quhet ky me Korçën. I bukur duke pas parasysh pragneshën. I bukur. Por Pra është një koment intrigues për ta. Me këtë foto që ma tregove, Po. tani më kujtua para disa vitesh, ishte shpëtim duro trajner, Vazia bëri shumë ndryshime atë sezon, kaloi nga presidenti fushaj tek bashkia, u afruan shumë lojtarë. Nuk e mbaj mend vitin tamam, besoj ishte 2011-12. Është hapur sezoni në Shkodër. Me Skënderbeun, na kanë poshtur 1-3. 3 gola shënonte Peq dhe Smajli për Vazin. Kam përshtypjen se mos është më vonë. 2011-12 ndoshta. Besoj diçka e tillë ose 2010-11. Një sezon i tillë dhe ishte Vaznia që hynte me pretendime të mëdha për të fituar kampionatin atë sezon. Këtë sezon nuk ka ende asnjë prononcim nga drejtuesit e klubit apo edhe nga pjesëtarët e stafit teknik për ndonjë lloj objektivi, duket se duan të qëndrojnë pak heshtje, pak larg skenës, pak larg me gazetarëve dhe të qëndrojnë aty me këmbë tokë sepse ajo euforia u kthye kundra sezonin e shkuar. Shpresoj që Vaznia ta nis me një sukses, por edhe me një lojë që ta bindë deri diku spektatorët shkodran që ne shohim që nuk është edhe aq i kënaqur realisht për Ecurin apo edhe për atë merkato që ka zhvilluar Po ekipi. fillove të sjellësh një kujtim e ballafaqimit të Vaznia Skënderbeu apo Jo, Skënderbeu. nga që ka qenë deputim me më ishte fiksuar. Mendova mos ju fut edhe një elementi shumë miqësor. Ka pas një frym pozitive mes dy skuadrave. Vaznia ka qenë dashamirës ndaj Skënderbeut, por edhe Skënderbeu ishte shumë dashamirës ndaj Vaznisë, që gjithsesi nuk mundi të shpëtoi rënjës nga kategoria më të fitore të Korç. Ka qenë dashamirës ndaj Vazis ku nuk i duhej Skënderbeu. Kurse ne edhe ku na duhej ishin dashamirës ndaj korçarëve. Por e premtja do të shkojmë nuk besoj se do të ketë vend për dashamirësi, sepse nis kampionati të dy skuadrat kanë objektivet e tyre, Vaznia siç tha dhe Sinari kërkon të rikthehet tek forma sportive duke lënë pas edhe jo pak opinione negative që kaloi, sidomos me eliminimin në Europë. Brenga e madhe e tanë tifozave të Shkodrës se dashamirës e Vllaznisë është pse mos mu qel ose mu bë ceremonia në Shkodër, pra tanë kanë dëshuar që ceremonia në ishte parë këtij sezonit me kanë Shkodër, pra me kanë Vllaznia kampione, jo me kanë Egnatja me Tiranën mu hap atje kampionati, pra nëse bëhet ndeshja e parë bëhet tu, ceremonia bëhet në Tiranë e hapes Në kampionati. fakt kur vendos që ndeshja e parë të zhvillohen në Shkodër, të gjithë menduan se ceremonia dhe ne kemi Ceremonia thënë në bëhet aty komentet ku tona lë ekipi mediatike kampion. do të hapet kampionati me ceremoninë e Loro Buriçi, por lajmi i Ceremonia sotëm bëhet- Marius Sulemani i Rregullorja është e FSF-s tillë tek si ceremonia Safniste. bëhet aty ku lë ekipi Ku kampion. luan ekipi. Kështu që por Po profesor, me ndoshta këtë desha me me shpreh logjikë keqarve. pra ashtu ta hapte kampionatin e Gnatja, jo Vllaznia. Megjithatë Duket sikur s'ka koherencë. Kuçi Blut dhe sidomos Bekim Bale, me qenë se është sulmuar se mirë thjesht ka shansin se të fiksojë atë Golin e parë. golin e parë. pra. Kampionatit. Lajmin për golin e parë kampionatit. Shpresojmë që Bekim Bala mas shumë vitesh kontribut në Shkodër, nëse e tha Qinari që objektivat nuk duken të deklaruar të paktën. Shpresojmë që bëhet mrekullia edhe në heshtje ishtu. Urojmë që dikush të ketë menuar më shumë se sa din opinioni për me bën një vllazni se jo pretendente, se emri e justifikon gjithmonë. Mund të kenë shumë që kanë menduar në E kalumja në këtë aspekt që seksioni ju për tashmë nuk ka më për vend për aludime. Fusha lojë do ta tregoj se të prendesh se cila do të jetë vllaznia e këtij sezoni. Është një test serioz. Po test serioz është natyrisht, neshje e bukur është, Korça e Luhet në Shkodra orë 21. kanë luajt gjithmonë neshje të bukura, fair play, pse jo edhe futboll, edhe Korça ka shumë vite që lët futboll të mirë, pavarësisht dënimit që pati. Po duket jashtë afruar edhe shlypjes dënimit e fillojnë pretendimet reale të Ka Korçës. një reagim dhe presin një përgjigje pozitive. Urojmë që të fillojnë marrë kampionati, urojmë që të fillojnë marrë e të mbyllet marrë. Kjo do të ishte fillimi, ajo urimi më i veçantë, që e kena bërë tash 7-8 vjet po bajme, nuk po arrim me realizu dëshirën e tanë opinionit sportiv Shkodrës. Koha ka ardhur, po shpresojmë me blemet e reja, me ekipin e ri, me organizimin e ri,
Pavarësisht është i njëjti staf, pak a shumë e njëjta strukturë lojtarësh, bile ndoshta në opinion duken më keq se sa vjet. Faktën Ka pasur largime, por edhe afrime, sidomos i fundit është portieri Moldav, për të cilin komplimentohet. Shpresojmë e urojmë. Shpresojmë e urojmë, na në studio të paktën nuk duhet me qenë pesimist, dakor? Duhet me ushqyet atë që ka dënë opinioni, dëshiren për me pas suksesin, me nëzit, paktën. Ajo që thatë ju është drejt do pritet të jetë një ndeshje interesante e dy luftuar, se Skënderbeu vjen me një oreks rikthimi në superiore, Vllaznia për të treguar tashmë veten në ndeshjen e parë zyrtare. Në një komunikim që kisha 2 ditë më herët me mikun ton, kolegun ton sportiv Shkodran që jeton në Korçë dhe përfaqëson median korçare, Torin Froko që e përshëndesim nga kjo studio, po fliste me shumë superlativa për këtë ndeshje. Do të jetë një ndeshje fantastike, theksoi Froko që do ta shijojë e presim në Shkodër. Tonini gjithmonë është mirës me Shkodrën, bile kur lët Shkodra me Korçën, ai më shumë anë ka Shkodra se ka Korça, pavarësisht se jeton atje. Jo më shumë, po i tëri. E kam fjalën kur lët me Korçën. Se natyrisht që ai mimi i Vllaznisë vën kërken. Është i qako, jo me këtë të lash pak kopë, sepse u morët me disa mesazhe, ndoshta nga kolegët tuaj. Mercato, nga presidenti i Vllaznisë, Salman Xhaferi, ndoshta nëse ju përcjell ndonjë lajm të ri, mos hezitoni na përcjellni. Ja, janë sekrete. Jo, se kolegët tuaj kemi vënë re herë pas herë dhe komunikojnë me drejtuesit më të lartë. Ja, na kena një orar zyrtar që komunikojmë, jashtë orarit nuk komunikojmë, shoqërinë jashtë orarit. Megjithatë nëse kanë elem të ri na thuaj. Ja, nuk... Si po pritet mjedisin kampit të trajnerëve? Jeni një staf i zgjeruar trajnerësh tek Akademia Vllaznia dhe Vllaznia B që jeni shumë pranë edhe ekipit parë. Jo, na fatikisht me ekipin e dytë jena shumë afër, sepse pothuajse edhe këtë periudhë pothuajse edhe stërvitit i bëjmë njëjtin vend, për atë njëjtin fushë dhe vetëm thjesht ka raste ka herë na ndajnë vetëm oraret. Si mjet Vllaznia e nis me qetësi. Realisht unë jam për aty në personave cilët preferoj me punu në qetësi, pra pa nej bujt madhe, por ka disa raste që disa skuadra që nishin në qetësi janë të rrezikshme. Vllaznia është mundu si mjet me kënë diçka si ma me në thojze si ma me pikatore, por ba me po në tërësi skuadrën të cilët njës ditën e premte kampionatin, është pothuajse dublume në të gjitha reportet dhe të gjitha individet. Në isha parë me Skënderbeun, për mu e favorizon pak Vllaznin sepse Skënderbeun nuk e njohim, por menda nuk ma merr që është një ekip që mundet për mi nxjerr shumë punë Vllaznis në ndeshjen hapse, sepse vetë fakti që e vjen për një kategori më poshtë dhe nuk e besoj që ka bë ose nuk e besoj që ka luksin me bë një merkato të plot. Ajo cilët mu ngëzon është entuziazmi që ka skuadra, pra këtë për ju kena kënë gjithë, po thuaj se gjithë bashkë dhe ka një entuziazm shumë të mirë. Ku shikon me tepër këtë entuziazm, çao? E shoh te ajo në thojza, te ajo dështimi i vjetë që mos dalesh kampion, edhe ndoshta gabimet që janë bë vjetë, ndoshta nuk mund bëhen si mjet. Skuadra ka një entuziazm sepse boshti kryesor është rujt. Pra, kur tham boshti kryesor është rujt, tham pikat kryesore të skuadrës. Dhe janë si pasjosh? Janë. Po duke fillu nga treshja e mbrojtës Çeliković, Pusi, Dros, Gurishta, Qato, Gurishta, Bale, për mua është harmonizu shumë mirë Musta, të cilë është lojtar me shumë eksperiencë, Murataj,
që unë simjet e shoh në kulmin e tij, pra vjet nëse është dash pak kohë më përshtat me Shkodrën, me Vllaznin, sepse ajo është më vështirë se është me origjinë për Shkodrës, por me sa di unë ajo është i lindur jashtë. Unë e shoh saktësisht është nga kryezju i Pukës. Saktësisht i lindur i rritur jashtë, por e ka për Kanari, thekson shpeshherë në komunikimet tona dhe në intervista nga kryezju i Pukës. Unë e shoh që e ka me kënë sezoni i tij simjet. Sinjale pozitive i ka vënë. E shoh shumë të harmonizuar, ai cilësi ka shumë të mira, por vjet ka kënë pak si i ngejmë me skuadrën, sepse ndoshta vetë fakti nga ka ardhur, vetë fakti mos përshtatjes, ka disa raste të cilët ndoshta zbritje, ata janë gjëra të cilët njihet një lojtar për vitin e parë. Ndoshta simjet e shoh krejtësisht të harmonizuar me grupin. Edhe unë them që ka me pas një sezon shumë të mirë, sepse cilësitë ka shumë. Emma të bosh, por mos harrojmë se një pjesë e rëndësishme është edhe Stoli. Pse jo, se mund të fillojnë edhe nga fillimi, kam qenë për Tartafilin, për Arisaren, për Kompazin, janë djemë të cilët kërkojnë minuta, janë të edur për lojë. Sa po dosha medalet, pra Vllaznia tash më përpara i ka reporte të dublume. Sot nuk e shoh problem ma që një sportist me mungu edhe kush po futet. Unë shoh një konkurrencë skuadër, të cilë konkurrenca për mu gjithmonë e rrit skuadrën. Ka disa reporte ose ka disa pozicione në skuadër të cilët janë të tërfishume. Si të tërfishume. Pra një sportist mund t'jenë 2 vetë për një pozicion, po njëri për tyne mund bojnë edhe një pozicion tjetër, të cilët e trefishon atë pozicion. Pra, këtë ifton që i momentet që ti ke të dublume, ose të trefishume të një pozicion, nuk të dhe më kryt përsa i përket një mungjeses. Aja është ba një grup i plot, është ba një grup të cilët janë tonë njësaj, është ba. Vazhdimësia kampionatit, ose ecuria kampionatit, do t'i shofim në vazhdimësi. Por ama, unë thëmë që edhe pse Vllaznia është një simjet me shumë pak buj, apo shumë pak në media, unë thëmë që diçka ka për tu blu. Shpresojmë, shikoj se buzësh Gjinari. Profesor Qaku, a garanton gjithmonë cilësi? Garanton vetëm thellësi për trajnerin, po jo cilësi, sepse edhe sezonin e shkuar, Vllaznia i kishte dubluar gjitha rolët. Duke filluar nga porta, nga krahoj mbajtje mbrojtjes, krahoj gjatë mes fushës, sulmuesit, mes shoqërorit ishin e mbi populluar. Menaxhimin fund kampionatit, Vllaznia përfundoi me 14 lojtarë. Ashtu si luajt me ndeshjen e parë me Malishevën që vjoj ajo plaga. Pra duhet një menaxhim ndryshe, ose po them përfundoi me 14 lojtarë, jo se ishin dëmtuar, sepse i dëmtuar ishte vetëm Kastrati, Bismarck me ato problemet e tij, gjysmë i dëmtuar, gjysmë bënte vet, e di mirë atë punë. Por përfundoi me lojtarë jashtë forme totalisht fundin e kampionatit ku futbollistët duhet ishin besojnë kulmin e tyre të formës. Dhe sidomos në 3 ndeshje ku vetë vjen edhe një forcë tjetër, sepse e thonë vetë ata, nuk është njësoj të luash me Ignatin dhe nuk është njësoj të luash me Laçin, me gjithë respektin. Pra nuk garanton besoj unë dublimi cilësi, sepse i kishim edhe sezonin e shkuar. Shqyqo, dëmtimi i Kastratit edhe mos pjesëmarrja ma në fundin e sezonit e Bismarck nuk janë tekstualisht probleme ekipore. Pra ata kanë kënë të shputën. Pra Bismarck, po atë një episod, Kastrati kishte dëmtim. Futbollistët ishin gjithë, po ishin totalisht jashtë forme. Shqyqo, formula me menaxhim tjetër besoj. Për mu kap, për justifikime, për njëna tjetën, pra na shqiptarët jena të partë për më justifiku. Unë nuk po du më justifiku kërkën. E kam thonë edhe natë në emision me thonë drejtën të Goci, në klub mu nuk mon fjallët e mija që a thëjmë këtu, mu mon vetëm punë e jeme. Nuk mon asi gjo. Pra nuk mon me thonë drejtën. Po bëjmë debat me snesh, nuk ka lidhje e pjesë. Me që u të sek me herët edhe Lenin Kastrati është lajmë pozitiv që ka filluar stërvitjet dhe është një lajmë pozitiv për ta Vllaznisë. Unë nuk të izjatja kampionatit,
është edhe një problem të tjetër të cilë u vuri u vendu në fund. Pra Vllaznia në tërë si i bome, po e doli kampion Shqipënisë me kampionatin që u zhvillu për 36 javë. Po. Te zgjatja e kampionatit, bani që Vllaznia me shku e lollën noshta edhe jo 100% që njësoj në Final Four, të cilë unë kam kënë gjithmonë edhe kam theksu gjithmonë që aja ka kënë një sistem i dështumë. Pra unë në 36 javë dali pari, në fund thu hajde se palosim prapë në Tiranë, se do na me lujt me knaq publikun, hajde është përbajt me dhejmë një kampionat në Tiranë që kush del kampion. Unë nuk mund të imaginoj, asë një ashtu si nuk e imaginoj, unë dal 25 pikë për para tejet, duhet mu përgjysmu pikë për në fut në lojë ty. Jo, unë jam i zoti, dal 25 pikë. Ekipet Këta janë për derisa votojnë ekipet e pranojnë kushtin. Nuk kam kënë pro një aq Më banë përshtypje një send. Përmenen mungesat e Kastratit edhe të dy mungesave që i përmend në fundin e sezonit, që si mas një opinionit kryum, u bërë shkak nështë me kënë Vllaznia, me që du Vllaznia. Kërkush nuk përmend që largimi i Gurisht në dy neshit e funit ka kënë fatkeqësia ma male, edhe nështë pët mos kishe dëllë Gurishta i damtu, edhe në lujt me dhe me lejtar ma pak, nështë kampionati mund t'ishte të shkojt. Edhe kërkush nuk e banë këtë analizë. Nëse i analizojmë 3 neshit e funit pa Gurishtën, unë thëmë, nëse i shohim me pak gjak thofë si damtimi Gurisht, që kërkush nuk reagoj asë në fush, se a i meritojt e kartonin e kuq, a i që damtoj Gurishtën. I kthehem këti moment, unë të i kenë edhe arbitër, i kthehem këti moment, sepse ka kenë damtimi maj malë që patë Vllaznia në tanë sezonin. Imaginon të shi me Ignatjen, kena lujt një lojtar ma pak, e me lojtarin ma të mirë damtu tori. Diferencat janë shumë të vogla dhe kja do t'ishte... Dhe aq me tepër për posë saj, se dhe kërkush nuk i ka bërë të analizë. Duhet që për atë që të ndoj Gurishta përfshit një incident me Aleksin e Ignatës dhe nuk luan. Nuk luan dy ndeshjet e para. Nuk luan të premte ndaj Skënderbeu dhe nuk luan as ndeshjen e javës pas. Një ky moment për mua, nëse kampionati do të gjykohet, ose neshjet e fundit kampionatit do të gjykoheshin tamam, ky është shkaku kryesor, ose të paktën në kanë vështrimin tem, 90% e shkaku i humbjes kampionatit në ato neshjet e play-off është Gurishta. Është rasti Gurisht, edhe te arbitri s'ka pretenduar. Po thjesht e kisha kjo është një rikthim sepse sezoni kaluar për na intereson optimizmi juaj prekim me drejt argument në Elçinari, edhe çaku preken me drejt shkaqet e çdimit Vllaznisë në fund. Shkaku kryesor për mua është i ky që thamon. Ka pasur edhe faktorë tjerë. Natyrisht faktorë tjerë, po faktorë kryesor analizuar dhe konsumuar. Sepse për të çdo tifozllekut e simpatijet, për mua Gurishta sezonin që kaloi ka kanë shtylla ekipit. Ka pas vlerë të ekipi sa 2-3 më të mirë tjerë. Edhe në temperament, edhe në kontribut, edhe në numër gabimeve, se ndoshta sezoni tjetër është akuzu ose është përfol për ndonjë gabim. Sezoni i kaluar Gurishta ka bërë një kampionat që do të merret në histori për të. Është kemi karikuar për Gurishtën. Jo, si Gurishta me një lojë. Nuk është një lojë të mirë. Urojmë. Problemi nuk më shqetëson shumë problemi personal i Gurishtës, më shqetëson mënyra se si Vllaznia i trajtoi këto neshje. Edhe mos reagimi, unë s'jam me reagu kundër arbitrave. Por ka ndodhur tani kjo që për mua është bërë shkak që Vllaznia shkoi aty, edhe kërkush nuk ka reaguar. Nuk ka propagandua as ju të media, e keni kaluar si diçka krejt. Jo, e kemi analizuar, asa kemi hapësira tona mediatike, por... Mos harrojmë asë sen, Vllaznia shpesh herë është në shku shpesh herë me karton të kuq, pa drejtësisht keni protestu të arbitri. Në gjënë më të rëndësishme nuk është protestu. Ka qenë ekipi që ka marrë më shumë penalti pro sezonin. Edhe më shumë kartonë. Kështu që... Kolegu Gjinari. Kështu që nuk mund t'jemi unë ju kundërvuna me më shumë kartona. Jo më këtë ju thosh me heret, ato i takojnë dhe jo se nuk kanë vend për analizë, por paka shumë janë konsumuar. Të premten Vllaznia Skënderbeu. Sa optimist është Mill Shkëmbi? Unë jam optimist, jo unë, por Madanmenja nuk do të ketë njeri në Shkodër, jo vetëm prej tifozllekut, po edhe prej logjikës që Vllaznia mund të humbin këtë ndeshje në Shkodër. S'ka asnjë arsye sa do çaku tha me drejt nuk e njohim Korçën, por
Ma do në menja stafi Vllaznis i ka informacionet ata që janë direkt trajneri e tjerë. Pra do të dinë me nërtu informacion fitus neshin hap se kundër Skënderbeut edhe kundër çdo ekipi që mund të vitë në Shkodër. Aq më tepër të karikum edhe të një vedjen e Borxhi para historisë Vllaznis, para emnit, para tifozave për sezonin e dështuar që kaloi. Kjo neshje duhet mu fitu se Luhet në një orë të përshtatshme, ora 21 në temperatura të larta, kjo orë është very freskë. Shpresojmë që spektatori ta ketë harru zhgënjimin e Vllaznisë sezonit kaluar dhe ta fillojnë sikur Vllaznia është kampione. Me që jemi tek spektatorët e tifozëve, ndoshta është me vend edhe një tip informacioni apo nxitje për tifozët ato që duan ta ndjekin Vllaznin. Klubi Vllaznia i futbollit, sektori marketingut ka ditë që ka hapur edhe procesin e aboneve, është një proces që tifozët janë të fituar, sepse e marrin abonen me një çmim me të lirë, me simbolik dhe me modest dhe garantojnë ndjekje në gjithë kampionatit. Për gjithë sezonin. I shërbejmë dhe e klubit Vllaznia me informacion pra për gjithë ato tifozët që kërkojnë të pajisin me abone, mund të paraqiten pranë sektorit përkatës të klubi Vllaznia për të pajisur me abonen. Ta mbyllim me prag Vllaznia Skënderbeu, si që kemi zakon me një parashikim të shpejt me rezultate. Qinari? Jo, besoj që Vllaznia do nis me këmbën e madhe. Edhe sezoni i shkuar, pavarësisht çdo gjëje. Shifra sepse e komentove. Pavarësisht çdo gjëje, ndeshje shtëpi ishin pika fort. Numër 1 e ekipit, ka qenë ekipi më mirë ndeshje shtëpiake, besoj se vijon traditën, një fitore pas të dua unë për Vllaznin 2-0. Me gola? Murate. Që të dy? Të dy. Letari bën formë i Vllaznis. Mos ja morë Çakut parashikim. S'ka problem. E kishte më herët. Çaku zgjen një golesh universitet. E kishte më herët në Muratin me të drejtë. Gac, çdo parashikim që kam mund të ti s'm ka ndonjë kurrë. Kësaj rrë del. Kam bën parashikime për Vllaznin, s'ka ndonjë hiç. Ka ndonjë parashikime për 0. Kështu që çdo më nëse parashikimit. Nëse jemi tek parashikimit, pa vjen Zhivani, i kolegu im i nderuar gazetar sportiv, ka qenë i saktë në di momente, por ka qenë i saktë dhe Merita Smaja, dhe ajo ka parashikuar saktësisht. Unë s'kam pas as edhe një lloj as edhe shakësie të kurrë. Gjithatë na thuaj shumë shpesh se mund të godasësh në shenjë. Ja, nuk kam të thonë as i lloj rezultatit, por jam të thonë që shpresojmë që Vllaznia të nisi të marrë kampionatin, edhe neshja parë është shumë e rëndësishme për të nisë të marrë. Shumë diplomat. Sepse momenti që ti nisi marrë të gjithë kriteret, të gjithë kushtet janë. Mos ka rezultat një njeri që është tek klubi, që është pjesëtar i klubit. Mos më kërka, ja kam fut kot çdo rezultat. Vjen si Çaku, vjen si specialisti i futbollit. Absolutisht po. Ka një titull. Ja kam fut kot me thonë. Sigurisht do thotë fiton Vllaznia. Bëmë himi po emisionet te Goçi edhe në botë nuk e kam fut çdo rezultat e kot. Po kështu që jam do të thoni 80% e njerëzve si kanë gjetë rezultate të dobët. Kështu që inshallah kam fat në kund tjetër jo në rezultate. Fitore të Vllaznis. Shumë mas unis nga ajo që fitore të Vllaznis. Që komentoi Çaku. Fitore të Vllaznis. Largoi pak diplomacisë, shifra. 2-0 parashikoi Qinari me një dopjetë borate. Shumë dopjetën urojnë ta bëjnë një lojtar i Vllaznis, po në port kundërshtar, Po normal, fitore Vllaznis. Nuk ka si kush. Me gola? Me golat një lojtar i Vllaznis. Të portierit Moldav që mund të jetë. Kush mund të jetë port? Portieri Moldav apo Juga? Juga. Formacioni është pak a shumë ai që luajti miqësor në fundit me Vorën. Unë kam besim se Juga nuk do të hap rrugë lehtë. Edhe pse ka ardhur me shumë kompozitet që s'do hap rrugë lehtë. Portieri Moldav. Absolutisht, pse duhet të hap rrugë lehtë Juga? Është dëmtu një duhet se ka ardhur me një kompozitet portieri Moldav, portieri kombëtarës Moldav. Portieri Moldav ka ardhur me 8 gola në thes nga Ignatja. Po. Edhe kjo është saktë. E kam lexuar këtë komentim. Përballet me Ignatjan ai do i dridhen këmbët, po Juga do të startoj titullar, po unë jam me gjykimin tuaj, jam me Jugën dhe forca Jugaj. Megjithatë, ndoshta stafi ka mendime tjera, por besoj se e nis me Jugaj. Atëherë ka ndonjë Jugaj për ta mbajtur apo jo portën. Derisa ka bërë Jugaj, Martini ka një mentalitet me çfarë kam gjikuar edhe analizuar shpeshherë. E mban sportistin, e mban tension. Jo vetëm portierin,
Edhe ato që janë të lëkundur me dyshime e mban primarin lojë deri në momentin Që nuk që gabon, që gabon. E kryesisht tek portierët e ka pasur atë. Kur gabon, të gaboj Juka, nëse do të arrijë të gaboj, atëherë do të jetë gati portieri. Po derisa të gaboj Juka në kampionat, sepse në emisore patisht në nuk e di, ndoshta Kobiljar, nuk e di, nuk e kam ende informacion, a do jetë apo s'do jetë, sepse sa edhe ai është i dënuar me Tiranën nga kampionati i kaluar, edhe ai për zënka. Po ka kryer gjysmën e dënimit dhe ndoshta paguhet gjobë. Mbyllim me këtë gjykim të parashikim se ndoshta deklarata më tjera më interesante mund t'i përcjell të njëjtën paradite në konferencën e shtypit, që shpresojmë që Teriku Martini pas një pauze të gjatë të rikthehet. Ka deklaruar se do të rikthehet në konferencën për shtypit dhe ndoshta është momenti për të thënë diçka më shumë. Ndërkohë vazhdojmë të jemi drejt për drejt me Studio Sport, por ne kemi zakonisht për ujin Rogova. E falenderojmë. Na ke fresku sonte. Uji fresket Rogova, as më tepër që ujin Rogova na sjellin në studio dhe njerëz që menaxhojnë ujin Rogova nga fusha e sportit. Falenderojmë dhe administratorin Ceni, i cili ka lidhje me shumë me sportin, duke qenë se është edhe djali një ish futbollist i Yusuf Cena, se ka luajtur futboll, një familje sportive e ka hershme. Do të kalojmë një herë tek ai lajmi shumë i keq thamë herë, më pas do të flasim edhe për ngjarje tjera, por do të komentojmë ndarjen nga jeta të një personi shumë popullor në Shkodër, shumë të njohur, shumë të respektuar, special për Flamur Hoxhën. Regjia ka një foto të Flamur Hoxhës, se mund ta e përcjellë, kjo është një nga fotot e fundit e tij dhe jo më kote e ka bërë me sfond Shkodrën për të treguar edhe sa e donte Shkodrën, sa ka punuar për Shkodrën, sepse ka qenë një nga biznesmenet shumë të njohur dhe shumë cilësor që për vite me radhë jo vetëm ka punësuar me 10 qindra qytetarë shkodranë dhe me gjërë, por ka punuar me shumë cilësi. Dhe krahas së kësaj, ajo që ne e trajtojmë në këtë emision sportiv ka të bëjë sepse ka qenë shumë i pasionuar, i lidhur dhe ka sponsorizuar jo pak sportin shkodran, fillimisht tek klubi i futbollit Vllaznia, pas një momenti të vështirë kur kaloi në 2003 që Vllaznia mbeti pa president me vdekjen e ish presidentit Mithra Qela, Flamur Hoxha me disa kolegë ishte gati të sponsorizonte dhe me pas edhe si president i boksit. Ndërkohë që regjia na jep disa pamje nga ceremonia e përcjelljes në banesën e fundit, më shkoj me një nga miqtë e tij të afërt në fushën e biznesit dhe të sportit. Fatkeqësi për familjen, fatkeqësi për biznesin, fatkeqësi edhe për sportin, sidomos për boksin që u afroi sfunit. Flamuri ishte një qytetar i mirë, një shok i mirë, një dashamirës i mirë i tana fushave. Ishte padyshim kompania që ai drejtoi bashkë me ortakët e tij, po ky ishte promotori i asaj kompani Altegbao. Ishte padyshim, edhe është akoma padyshim kompania më e fuqishme në artemit në zonën e Veriut. Jo vetëm e fuqishme për kapacitetin, por edhe për cilësinë. Unë e përmena edhe në një bisedë që bam pak më parë, punët e kompanisë Altegbao që është drejtu kryesisht prej Flamurit, janë punime që spikasen edhe sot për cilësinë. Duhet më përmenë shtresa e asfaltit e rrugës Shkodër-Lezhë, që është absolutisht strada ma e mirë si shtresa asfaltit Shqipni, pavarësisht nga përmasat e fundit që kishte. Pa diskutu objekte tjera që kompania që ka drejtu Flamuri ka lanë gjurë. Për ndryshe, ai ishte një ortak shumë i mirë, në harmoni të plotë, nuk e ke pa asnjëherë nervoz, gjithmonë i qetë, gjithmonë i dashur, gjithmonë i rregull. Pa diskutu më nej mu këthy të fusha sportit që ai ishte i dashamirës shumë i futbollit, siç e thatë edhe ju, mas së vdekjes Mithra Qelës u afruan grupi tjetër i biznesmenit me Kyra Gronqelin, Valterin, Gjetomullin, por filmas tyne ndoshta në kontribut të barabartë në më shumë ishte Flamuri
me kompaninë e tij që e majtën vllaznin nivelet nalta me shumë dashamirësi, me shumë flamuri, edhe si familjar ishte model pavarësisht se jeta i ka afru peripecinë edhe në familje, por shpresojnë që ti kompensohet kjo humje, kjo dhimbje familjes, fëmijëve ti. Shtoj këtu si unë plus lidhje si kam pasun djali në Francë që ka studiu në Austri, kanë marrë një universitet në Vjenë me djalin e Flamurit, edhe me bashkëshorten e tij Jonë Liçezen. Pra janë një çift shumë i mirë të dy dhe shpresojmë që Flamuri, jo shpresojmë, për me siguri është largu nga kampionati i lumtur shpirtërisht për familjen që ka lënë mbrapa. Ju theksuat pak a shumë edhe kontributin me të drejtë tek futbolli, ka qenë për shumë vite i angazhuar dhe kontribues, por një periudhë gjatë ka qenë edhe president i vllaznisë të bokse. Do të kemi me vonë dhe 3 intervista që janë marrë pikërisht për vlerësimin e figurës Flamur Hoxhës, fillimisht nga doktori mjeku sportiv i vllaznisë Zoti Çoba, nga kryetrajneri i vllaznisë të boksës Zef Gjoni, i cili është minjohës për ish presidentin e tij, ka qenë edhe dje në ditën e përcjelljes në banesën e fundit një grup i zgjeruar i ekipit të boksit me të gjithë pjesëtarët e tij në krye Zef Gjonin dhe me lule, tufë me lule kolora në emër të ekipit. Dhe me pas edhe një intervistë tjetër me zotin Shkemi që kemi në studio, do t'jenë këto do të transmetohen pas pak për t'i dhënë më tepër edhe pamje të plotë se kush ishte Flamur Hoxha. Endri dhe Ersi ndoshta nuk kanë pasur shumë kontakte, Ersi ndoshta mund të ketë disa më tepër se nuk kam pas, por realisht jam befasuar. Figura ka qenë shumë dashamirëse, shumë popullore. Jam befasuar shumë kur kam lexuar lajmin që është ndo nga jeta, unë e kam njohur krejt mirë si figurë e biznesit edhe si sponsor në sport. Unë se kam njohur personalisht, por njerëzit e mi po tjetër që e kanë njohur edhe kanë gëzuar një respekt të jashtëzakonshëm për te. Kjo është jeta, janë ciklet e jetës, e the shumë mirë, cilët ai ndoshta me që ka lënë mbrapa ndoshta ka ik i gëzuar, por këta janë ciklet e jetës, të cilët gjithmonë njëri duhet mi pas parasysh. Vlerësimin dhe konsideratat e ndri për këtë figurë u panë dhe dje në ceremoninë e procesës në banesën e fundit, ku shumë qytetarë shkodran, një numër shumë i madh ishin prezent duke përcjellë ngushëllimet familjes Hoxha. Ngushëllimet vërtet i sinqert, besoj se vjen nga gjithë studia familjes Hoxha, por një shkodran 24 Karaç që besoj që gjithë ata që kanë pasur mundësinë ta njohin, ne e kemi njohur nga larg si personazh këto vitet e fundit i sportit, por edhe si biznesmen patjetër emër shumë i njohur në qytetin tonë. Shpreh ngushëllime sinqerta dhe vjen keq për humbjet tilla. Është momenti nëse Rezia i ka gati 3 prononcimet që unë anoncoha më herët të ndjekin dhe me pas të kalojmë në një temë tjetër të misionit tonë. Unë mund të flasë këtë fjallë që ai ka kontribu për sportin, por në radhë parë duhet më vlerësu si njeri. Ai ka njeri shumë pozitiv, shumë dashamirës, edhe ka vetëm fjalë të mira në për tonë Shkodrën, në gjuhën për te. Zakonisht në këshilla asësh analizohet njeriu. Dhe më bëhen qefi që na kena pas një shok shumë të mirë, një djalë shumë të mirë, një familjar shumë të mirë, që e mbylli me shumë respekt aktivitetin e tij. Na vjen keq një moshë që për moshën teme thamë është i ri, që mund të kontribuohet e prapë, por që ka lënë mbrapa duhet respektu edhe falënderu shumë. Mushtime ish presidentit Flamur Hoxha në ardhe shumë keq. Ai ka kanë një sponsor president i ekipit boksit, na ka ndihmuar shumë, por ka kanë një burr që ka fol pak e ka bën punë shumë.
Pra unë kam respekt, shumë me respekt më të madh për te, më vjen keq që kishte nevojë edhe sportet në Shkodër, edhe familja e tij që jetoi pak, po inshallah djelët e tij kanë për ta njohur tamam se respektin se kush është baba i tyre, edhe kanë për ta njeh rrugën e tij. Pra Flamur Hoxha me të vërtet ai ishte plus të boksi, por edhe të futbollit ka sponsorzuar, më sa di unë. I ka lënë Shkodrës, i ka lënë punë, i ka lënë gjithçka. Moshlime familjes tij, keqardhë dhe shumë për të nda nga jeta parakohshëm. Gacë keqardhje, humbë me një shok, një bashkëmoshetar, një biznesmen model të qytetit Shkodrës. Ndjes pas Flamuri ishte modeli i biznesmenit, i komunikimit shumë të mirë, i aftësive profesionale, i guximit e iniciativës, i harmonisë në grup. Fakti që kanë punu një kohë ka shumë gjatë, disa orë të akbash, është merita kryesore, është e Flamurin se rujti unitetin me gjitha ato volume, me ato punë, me punë shumë cilësore. Bile unë shtoj këtu që firma Althej Bau që është drejtu kryesisht për i Flamurit, ka bërë rrugën Shkodër-Lezhë që absolutisht rruga me asfaltin më të mirë, shka difton përkushtimin e kësaj firmë, përkushtimin e këtyne djemë e kryesisht Flamurit, sepse ky ka kanë promotori i asaj firmë. Vjen keq, na iku shumë para kohët, iku atër kur nuk duhet të ikte, lanë pjellim familjen e vetë, fëmijët e vetë, shokët, miqt, por pse jo dhe pjesën e sportit, sepse Flamuri kontriboi shumë edhe te vllaznia. Shkodra nuk duhet me harru, sepse mas vdekjes Miftar Qelës, vllaznia pati një moment vetmijet dhe Flamuri me grupin e tij i dolën zot vllaznisë, e rritën e qunë në ato nivellet që kërkote vllaznia, sponsorizuan shumë. Një nër ta kryesori për të mastani i këtij grupit ka qenë Flamuri. Bashkë me Gjergj Qengjën, me Paulin Radovanin, e me shumë tjerë që nuk po më kujtojnë për moment. Është treqja presidencës për Agron Qela, Marcel Fusha, Gjeftet Amuli, të cilët kanë qenë së bashku për disa vite. Po këta e majtën vllaznin, mas Miftarit, këta e majtën vllaznin në nivellet në alta, sakrifikuan në unitet njëri me tjetrin, në mënyrë proporcionale, nërsa Flamuri pak më shumë se sa këta tjerët, kontribuan shumë për vllaznin. Dhe vjen momenti tjetër të eksporti i boksit, falë dhe miqësisë me mikun e tij Xhef Xhoni, si dhe Gjergj Livadhin, morën përsipër mbështetjen e boksit të vllaznisë. I ndjeri Flamuri ishte shumë dashamirës, jo vetëm për futbollin, ishte dashamirës për gjithçka u bate në qytet. Fakti që mbështeti edhe boksin flet për bon sensin e tij edhe për këtë sport. Jo vetëm fal miqësisë, por edhe fal dëshirës me rrit e me shumë sa më në altë në vllaznisë. Një humbje e madhe për qytetin e Shkodrës, për familjen, për miqtë e tij. Natyrisht një varfëni për qytetin. Kur mendon që nuk do ta kena më Flamurin midis nesh, një disisit zbrazët, por jeta e tillë ka. Ngushëllime familjes, të afërme të sportistave, të biznesmenëve, shokëve të tij, shumë të ortakëve të tij, mendoj që ka mungesa e tij. Faleminderit zoti. Ne kthehemi në studio, ndoqëm këto intervista, ndërkohë bëjmë dije se televizioni RTSH Shkodra, Departamenti i Sportit, i përcjell ngushëllimet e sinqerta familjes së Hoxha për humbjen e njeriu më të afërt të tyre, por të gjithë miqve të sportit dhe të biznesit që ai ka bashkëpunuar për shumë vite. Respekte për figurën e Flamur Hoxhës, ndërkohë rikthehemi në studio të vijojmë edhe me temat e tjera. Thamë që në plazhin e Vilpojës Endri tashmë u bë traditë për vremtaritë kombëtare, pse jo dhe ndërkombëtare, sepse marrin pjesë edhe ekipe të tjera jashtë Shkodrës dhe jashtë Shqipërisë. Këtë radhë ishte kampionati i voleybollit në Rër. Regjia ka disa pamje, pikërisht nga ky kampionat që ishte për 3 ditë me radhë dhe u mbështet nga Bashkia Shkodër dhe Federata Shqiptare e voleybollit. Ky është momenti
që po dorëzohen edhe nga Aron Miloti, është drejtori i sporteve në Bashkinë Shkodër, çmimi i tretë me 300 euro. Ndërkohë ky është sekretari Ervis Dosti i Federatës Shqiptare të Voleybollit. Dhe është vendi i dytë. Dhe tashmë vendi i parë do të jetë më një herë më pas nga dy vajza simpatike që përfasonin Kosovën. Këto janë vajzat nga Kosova, të cilat me të vërtet morën shumë dorë trokitje, pati atmosferë. Apo jo, Endri? Me të vërtet interesante, të organizime që ka bërë, besoj, Bashkia Shkodër, në bashkëpunim me federata përkatëse si tek futbolli ashtu edhe tek voleybolli. E kemi trajtuar javën e kaluar futbollin. Po i marrë përgjithësi, to jo vetëm për turizmin, por besoj se sjell një atmosferë me të vërtet bukur edhe tek pushuesit në plazhin e Velipojës, se me të vërtet janë shumë. Duan shërt pak sport besoj që ka qenë cilësor, ka dhuruar emocione. Këto organizime nuk duhet lihen me kaq. Duhet patjetër se çdo sezon të ketë akoma edhe më tepër, por besoj se janë nisje të mira, nisje pozitive që tregon edhe gjithë përfshirjen jo vetëm sportistëve nga Shkodra, po nga rrethinat e Shkodrës, por edhe nga qytetet e tjera, por edhe nga Kosova, nga Matan, nga vëllezërit tanë më verior, le të themi. Por ata që kanë fituar çmimet e para besoj se i kanë merituar totalisht. Por, që shta më heret, zyra e sportit në Bashkinë e Shkodrës që drejtohet nga një ish futbollist shumë i njohur i Vllaznisë Kombëtares dhe i Tiranës, Aron Miloti, së bashku me kolegët e tij, me Antonio Shabanin, por edhe me Alban Hasanin, me të vërtet kanë punuar mirë dhe premtuan që do të ketë vitet e ardhshme edhe të tjera edhe më interesante. Ashtu shpresojmë, pse jo, Velipoja besoj i plotëson gjitha kushtet optimale për të realizuar këto veprimtari verore për sportet e tilla. Ndoshta mund të ketë nëse pas nesër është zhvilluar edhe kampionati i tenisit, por nuk kemi pasur mundësi ta ndjekim dhe nuk kemi pasur edhe informacion të saktë, por janë disa sporte të cilat kanë pasur hapësirë gjatë kësaj periudhe veriore. Qako nuk ju pam këto ditë, sidomos tek futbollin e rër, kolegët tuaj kanë luajtur me pasion, sidomos Eli Dervishi ishte ndër portierët më të mirë te kampionati dhe u shpall kampion, fituan edhe premion 1000 euro. Ekipi fitues me trajnerin Besnik Ndoj. Kanë bërë me hile, vajzave 700 euro. Po kanë pasur edhe çmimet e dyta nga 300 nga. Atyre vajzave duhet jepshin 1000 euro, këtyre 700 euro, mendoj. Cilit vajzave? Aty vendi i parë apo vendi i dytë? Po, atyre të voleybollit, 1000 euro. Aty tek vendi i parë kishte më tepër për qendrimin. Po çako, me vërtet ishin neshje të bukura të futbollit dhe si thash, trajneri Besnik Ndoj me Velipojën V, por edhe sidomos Eli Dervishi, por edhe Kaçubela, një golashinues spektakular, nga krahi i Velipojës, po kishte nga klubi Shkodra, ishte Jurgen Gjini, me të vërtet shumë kërkues. Po këto që përmend janë futbollist profesionist. Por edhe portieri, kolegu i Gjinit për kishte Olsi Gjergji, që ka qenë edhe te futsalla, ishte një finale shumë emocionuese. Gati që keni ndjekur, kemi transmetuar live. Transmetuar nga Kiknaçe më atë ndeshje. Realisht. Me ke? Me ndeshjen e futbollit. Futbolli në rër? Po, ka qenë shumë e bukur. E transmetuar live drejt për drejt. Janë evidentemente shumë bukura, me të thënë drejtën, ndoshta nuk ke shumë informacion, por te ajo te futbolli, te kampionati i parë që është zhvilluar në Iran, në dhërmit të Himars, dhe Vllaznia është pa kampion në vitin 2010, unë kam qenë pjesë, që kam luajtur dhe kam edhe medalje për atë punë. Prandaj është ekskluzive këtë se di. Aq më tepër një motiv më shumë që ju jeni pjesë e këtyre grupimeve. Apo ndoshta keni përqendruar tek Vllaznia bëmi kolegun tuaj Brekenovizi. Tash me thon drejtën me dhe me gjendën që kena shumë kena më edhe në Tajbun. Por
Jo, realisht është një sport i bukur. Ekipe shkodane kanë marrë pjesë edhe në turnet e Ulqinit. Edhe aty kam lujt vitet, bëjt fjallë vitet e largë të 2007, 2008, edhe aty kam kënë pjesë në Ulqin të plazhi vogël. Në Ulqin, në kampionatit me të vërtet interesante, kemi qenë ekipi gazetarëve sportiv të ftuar dhe kemi fituar kupën e turneut ndërkombëtar të futbollit në plazhin e vogël të Ulqinit. Tu nuk e di se sa ka pas, sepse realisht unë vetëm thjesht kam një ato filmimet e tuaj, nuk e di sa ka pas interes. Edhe vit në 2010, si thash, ne kena shpall kampion me emrin Vllaznia, pra me përfaqësim Vllaznia në dhërmit të Himars. Nuk ka pas pak interes, por në ata vite si thuti në Ulqin, plazhin e vogël të Ulqinit, unë 2 vjet kam lujt, pra në 2 vjet kam lujt rresht në futbollin në Ranë jam më shumë. Rresht ka kanë një spektakël i vërtet. Aty mund shifshe rreth 1000 vetë që shifshin nëshën. Nuk e di sa kujtan të ata tribunet rreth rrotu plazhit. Kam përjetuar, kemi filmuar, fotografuar, kemi fituar trofe tek plazhi i Velipojës, plazhi i Ulqinit i vogël, por kemi pasur tek Ada Bojana një tjetër kampionat ku aty kemi fituar nën drejtimin Misho Çauçeviç, miku të Shkodranëve, i cili drejton edhe kompleksin sportiv Çauçeviçin në Ulqin. Ja, unë te kjo plazhi i vogël, por kishte interes të jashtëzakonshëm. Thosh aty shifshe 1000 vetë, pra nuk ishte asnjë lloj vendi. Janë veprimtari që kanë interesin e tyre edhe kjo më ka bërë përshtypje përdesa po diskutojmë edhe pjesa këtu e basketbollit 3-3 tutë shumë interesante. Ishin radhazi këto që janë në kuadrin e verore, s'ka aktivitete zyrtare. Me që e hape këtë kampionatin ndërkombëtar të basketit 3-3 ka qenë një ngjarje jashtëzakonshme. Shumë e bukur. Ata djem që kishin organizuar, bravo i shoh. 4 ditë me radhë janë dyshja e drejtuese Antonio Shabani dhe Roni Gjeqa, që janë drejtuesit e shoqatës kombëtare të basketit 3-3, të cilët e kanë bërë të mundur për herë të 5 të radhës ta sjellin në Shkodër. Personalisht unë jam kënaq, si se thallë qendra qytetit, personalisht e jashtëzakonshme, unë kam lënë orë ndoshta këtë periudhë orë të zgjatëna nëpër qendër, edhe jam ulë dhe kam pa me kënaqësinë më të madhe atë eveniment. Unë i tham aty në 2 djemve që të vazhdojnë edhe të bëjnë sa më gjatë që i të mutin kështu aktivitet, sepse realisht i kanë lënë shumë entuziazëm qytetit një ata 2 ditë, 3 ditë sa kanë qenë. 4 ditë. Unë jam kënaq. 4 ditë, mos gaboj. Unë jam kënaq. 4 ditë. Atmosferë, spektakel, emocione, kam qenë prezent, kam kontribuar në vërdarin në bashkëpunim me dyshin e palodhur, pra me Antonio Shabanin dhe me Roni Gjeqin, të cilët janë drejtuesit kryesorë të shoqatës. Atë kemi qenë jo pak herë me kolegun tonë kryeteknikun atë se Valmir Hysa që e ka transmetuar këtë aktivitet. Unë kam vetëm një këshill për ata dy. Drejt për drejt. Unë kam vetëm një këshill për ata dy, neshet që i bëshin 12 paradites, që filloshin në kategoritë U18 diçka, më mirë t'i bëshin ndark edhe ta zgjatshin 10 ditë, 15 ditë, se sa tona rresht edhe nosha s'kishin fat interes ajo edhe për temperaturave të nolta. Ama neshet e darkave edhe mos harrat që kanë ata ditë ka pas bëja temperaturë nol, por kanë rreth 30 sa gradë në ata. Deri mesnat kanë shkuar neshet. Absolutisht kanë një aktivitet. Pra unë kisha këshilluar që një ata neshet më mirë t'i bëjnë darkave edhe t'i zgjashin. Mirë, me që jemi tek në kuadrin e këtyre veprimtarive dhe duke komentuar edhe një herë voleybollin e rër, ne kemi me kolegët tanë të regjisë Valmir Hysa dhe Nino Jakova, kemi edhe 3 prononcime që janë marrë me 2 fituesit dhe i pari është sekretari i Federatës të përgjithshme të Federatës Shqiptare të voleybollit Ervis Dosi dhe pastaj edhe 2 fituesit nga Kosova. Është kënaqësi të kthehesh në Velipoj, është një bashkëpunim për disa vitesh mes Federatës Shqiptare të Voleybollit dhe Bashkisë Shkodër, ku më lejoni të falenderoj kryetarin e bashkisë dhe drejtorinë e sporteve në Bashkinë e Shkodrës, e cila është një partnere shumë serioze në zhvillimin e aktiviteteve sportive, si në indoor, po edhe në vizuale. Siç e thatë ju, kanë qenë 3 ditë shumë impenjative, shumë bukura. Është kënaqësi të kthehesh përsëri në Velipoj, ku çdo gjë është shumë perfekte, harmonia dhe
shpirti i garës në këto tre ndeshje ka qenë me vërtet për t'u vlerësuar, por edhe publiku ka qenë shumë i angazhuar dhe kanë ndjekur nga afër të gjitha ndeshjet. Kjo pa edhe ditën e sotme në ndeshje finale, ku për hir vërtetës kishte shumë publik, shumë spektator, plazhistë të cilët i kushtuan ditët e tyre të pushimit edhe aktivitetit të sportit të beach volleyt. Kjo është një gjë shumë e mirë dhe ne kemi një rrugë të shtruar tashmë partneriteti me Bashkinë e Shkodrës për të zhvilluar dhe organizuar aktivitete të tjera edhe në vitet e ardhshëm. Shumë faleminderit. Unë së pari do të falenderoj Federatën edhe Bashkinë Shkodër për punën e mrekullueshme që kanë bërë, edhe që organizojnë gati çdo vit këtë kampionat. Edhe sa për informacion, unë kam 3-4 vite që dalë kampione këtu në Velipoj, dhe më thënë Velipoja është vendi me shans. Për ju, emocionet? Emocione shumë të mira, edhe i falenderojmë edhe bravo për organizime, nuk ka një turnir shumë i mirë edhe kemi kalu shumë mirë. Edhe si përfundim, domethënë shkodranët janë shumë mikprica. Ti falenderojmë gjithë. Ti falenderojmë dhe juve. Ishmi pjesëmarrëse dhe konkurruese në Patjetër. Nuk do mungojmë asnjëherë. Zakonisht ne tifozët i kemi gjithë për vete, kudo që shkojmë. Natyrshëm dhe suksesi juaj dhe performanca juaj meriton një gjë të tillë, por dedikim personal, njëra dhe tjetra. Njëra tjetrës. Unë ja dedikoj Gjudës, Gjuda ma dedikon mu. Faleminderit televizionit tuaj. Faleminderit edhe juve që na keni transmetuar dhe na keni përcjell gjatë gjithë kohës. Ju duam fort. Po të kënaqur në përgjithësi me kampionatin. Faleminderit Federatës Volejbollit Shqiptare dhe bashkisë këtu në Shkodër për mirëpritjen dhe organizimin shumë të mirë. Kjo është hera parë që jeni në Shkodër dhe në Velipoj? Për mua është hera parë, pasi që në moshë jam i ri, 20 vjeçar. Ky është turniri im i parë këtu në Velipoj. Njerëz kanë qenë shumë mirëprica. I falenderojmë gjithashtu edhe tifozët për përkrajen dhe për gjithë organizimin Federatës dhe bashkisë. Faleminderit. Po, ishte një finale e mirë. Mirë po, ne ishim pak me të përgatitur edhe për atë arsye edhe fituam, mendoj. Por faleminderit për organizimin edhe për të gjitha. Dyshe kosovare, Endri, se me që dhe pyetën ndoshta dhe regjia lidha direkte me herë me studion e kapi këtë pyetje, ishin, nëse ishe vëmendshëm, edhe vajzat edhe djemt ishin nga Kosova. Spostohemi nga Velipoja, dhe tashmë flasim në këtë minutash të fundit për ekipet e moshave, për kategorinë e parë, të 2 dhe të 3 që janë në prag të nisjes së kampionatit. E nisim me Endri Qinarin, që ka dhe një funksion tek Basanja FC, e cila tashmë po rritet. Ne nisi me kategorinë e parë. Herë fillimisht. Kategoria e parë nis me datën 5 shtator. Besoj se ne si Shkodran tifozëk do bëjmë më shumë për Beslidhin e Lezhës. Është një grumbull Shkodranësh aty, duke filluar nga trajneri Plori, portieri Molla, mbrojtësi Marku, po më kujtohen tash çunat e tjerë, sepse ka pasur disa lëvizje. Temja ka pasur lëvizje aty. Shikoj se ndoshta së bashku me flamurtarin edhe Bylisin si 3 pretendentë kryesorë për të ngjitur në superiore. Ndoshta duhet i rivalizoj pak edhe Besa. Edhe presidenti. Edhe Besa ka vajzë. Është edhe presidenti Antonio Delej, i cili Delej, thash pa nuk po më kujtoheshin gjithë se sezoni i shkuar kishte 7-8 Shkodran, po ja larguar. Dysha trajnerëve Elvis Plori dhe Ndriçim Shtupina. Ndriçim Shtupina. Por edhe presidenca me Pejn Fushën, pra një ekip Claudio Fushën, gjysëm Shkodran. Por edhe drejtori sportiv, një tjetër nga Malësia e Madhe, sipas origjinës të Renato Malota, që ka qenë edhe një ish futbollist i Vllaznisë. Pra besoj që stadiumi po ashtu është ndërtuar, është bërë një stadium shumë simpatik, nuk është më stadiumi i Grih në Lezhë. Bravo ju qoftë për punën që kanë bërë. Kushtet ideale po krijohen. Shikoj shpesh edhe postimet, filmimet e transmetuar nga kolegu ynë i nderuar Agustin Cilmarini, i cili me kamerën e tij nuk lë asgjë pa pasqyruar për një format shumë simpatik. Bravo ju qoftë për punën që kanë bërë, ju uroj shumë suksese. Personalisht dua ta shoh Besinë superiore, pse jo edhe Vllaznia, në thojza ta ketë një krah, siç e kanë thuar se gjithë ekipet e tjera. Aktualisht Beslidja është e grumbulluar në fazë përgatitore në Pogradec, sipas informacionit, atje ku po zhvillohen disa. Pra kjo tregon seriozitetin e ekipit ku ka dhe ka pasur grumbullime 15 ditë thuajse që të filloi kampionati. Spontane edhe në Lezhë, në Shëngjin, po
faza kryesore përfillohet në përgatitje. Po kalojmë tek skuadrat e tjera, tek kategoria 2 ku do të jetë një luftë grupi verior, grupi A. Thuaj se është i qarkut Shkodër. Thuaj se i qarkut Shkodër. Vllaznia B. Vllaznia B, Basanja, Tërbuni, Veleçiku. 5 ekipe. Nga 12 që marrin pjesë. Jo, me pak janë. Jo, 5 ekipe janë nga qarku Shkodër. 8 ekipe janë. Nga 8 ekipe, 12 ekipe marrin pjesë kampionat. Janë 5 nga qarku Shkodër. Janë Tërbuni, Veleçiku, Basanja, Shiroka dhe Vllaznia B. Kush është tjetër te grupi A? Atëherë janë Gramshi, Rushnja, Erzeni, Partizani B, Eagles edhe Naftetari. Atëherë sa u bën? 12 ekipe. Edhe Gramshi, nëse harrova ta përmend. Dhe kryendeshja javës parë është Vllaznia B me Tërbunin e Pukës, ku po japim fjalën direkt. Patjetër. Trajnerit Ersit Shaku që me kolegun Bregeno Bizi patjetër tashmë kanë filluar edhe emocionet e kësaj përballje, sepse na ndjekin edhe në Pukë me shumë interes. Kolegët tanë mediatik Fadil Hyseni dhe Gani Pemaj vazhdimisht ato përcjellin informacione shumë entuziaste. Ata mësuar se Tërbuni ka bërë ekip simpatik, ekip fort, do rivalizojë këtë sezon. Ka lëvizur shumë në këtë merkato, ka marrë trajner një ish kampion. Gani Pemaj shumë entuziast. Po çako. Ne ka një muaj gjysë që kena nisë punën, pra që është fillim të muajit, që është në gjysë muajit korrik. Edhe na kena postat të lëvizjet e tona në krahasim me vitin e kaluar. Jena në rrugën e duhur. Kena zhvilluar disa ndeshje miqësore të cilët skuadra po thujse ato edhe të vjeçme ato lojtarë të ri që kanë na kanë mbill. Kampionati është jashtëzakonisht shumë i fortë, sepse unë shoh shumë ekipe të investuar shumë mirë si mjet në kategorinë 2. Unë shoh një rivalitet shumë të madh, edhe ardhin e Lushnjës nga grupi i Veriut. Me çka kam marrë informacion, edhe Gramshi është skuadër shumë e fortë, e cilët ka bërë investime. Basanja po ashtu, të cilët janë fshitur në këtë aspekt. Por ajo që di me thonë është sepse kampionati ka me kënë shumë i fortë, shumë rivalizues, por se kush mundet me kënë një ekip më i mirë se na nuk e di. Por di me thonë që skuadrën e kena jashtëzakonisht shumë mirë. Kjo sezon është interesante, në fakt që ndërprerë profesor, sepse do gjitet 2 ekipe direkt. Dhe prandaj gara kush mund të ngjitet, kalojmë direkt tek këto bashkëpunime tek mos bëj grupe verior. Unë jam pjesë e Basanit, normalisht që do thoja do të gjitet Basanja, por Shiroka, e cila ishte shumë pranë vitin e kaluar, ka bërë maksimumin edhe këtë sezon me lëvizje me trajnerin portugez, kolegun e tij që është drejtor edhe sportiv Ardit Mani. Ka boshtin e ka ruajtur, me Erion Vucaj në krye, por Basanja sa thatë asgjë për Basanjën, me këtë grupin e ri. Besoj që i keni parë lajmet që ka nisur një bashkëpunim që në fillim të muajit korrik me ka marrë edhe portierin së fundit. Akademinë Djernia, drejtuar nga Bernardin Kulla dhe po ashtu Fatmir Marku, që janë tashmë bashkëpunëtor të presidentit Ermir Shimaj. Përqendrimi është pak a shumë si Vllaznia B. Ka marrë edhe një ish trajner të Delmir Shkodrani, e mori nga klubi i Shkodër Arber Shqitanin. Me lë pa ti përmend gjithë. Jo, më ndodhet të harrove. Edhe që si një trajner i ri, si një djalë që është i apasionuar pas futbollit, filozofia është që ekipi ndërtohet tek djemtë e rinj. Shumica të jenë djemtë e rinj, duke mos përjashtuar futbollistët e eksperiencës, pasi është afruar në skuadër një emër i njohur në Shkodër, siç është Kledi Diba i këtyre kategorive, që sezonin e shkuar ishte tek Shiroka. Besoj se ekipi është rrugën e mbarë, sot është zhvilluar një ndeshje miqësore me Vllaznin U19, duke bërë ato provat. Trajnerët pastaj do vendosin për futbollistët për atë që do startoj. Basanja hap kampionatin në Shkodër, përballë Shkodër tashmë nuk e dim ku do luajë. A do luajë në Boshat apo ndoshta tek fusha sportive Zmijani? Ka lëvizje tek fusha sportive? Tek fusha sportive Boshatit fatkeqësisht nuk ka asnjë lloj lëvizje dhe fatkeqësisht nuk ka asnjë lloj dashamirësie që ai projekt është deklaruar se do të luhet tek kompleksi Zmijani. Pavarësisht dëshirës së madhe të presidentit Shimaj dhe lëvizjeve të tij për ta pompuar dhe sjell fushën aty pranë sportazëve Boshatës, diçka tjetër nuk është e mundur momentalisht. Dhe të vjen keq pasi fjala bie vesh urdhër për më shumë se një viti tashmë, ku duhet të ishte fusha përfunduar që sezonin e shkuar.
Kjo është problematik ndoshta më e madhe që ka ekipi këtë moment, por nuk besoj se ndal ekipin në rrugën për tentuar sa më lart dhe për bërë sa më mirë në këtë sezon të ri. Pretendimet janë serioze, kampionati siç e thash hapet me Eagles, një ekip që vjen nga Tirana, ekip privat. Shpresojmë që edhe ne si Vllaznia B ta nisim me fitore, pse jo. Dyshja trajnerëve, Bërshitani, Regjerës Xhahysa është një emër i ri, Xhahysa që po i përkushtohet tashmë trajnimin. Po tashmë brezat kalojnë. Pa të një përvoj të ke futsala, mund të vjoj përsëri, ndoshta të edhe të... Si lojtar mund vjoj aty Xhahysa, por aktualisht është zëvendës trajner, i afruan si nga profesor Shitani, por edhe nga presidenca për t'i besuar. Tek Shiroka, keni ndonjë informacion më të fundit? Shiroka janë kundërshtar. Jo, patjetër se bëjmë shaka. Shiroka me si meqtan janë shkodran, kanë afruar disa futbollistë huaj momentalisht. Kanë edhe futbollistë që kanë luajtur në superiore, siç është Jurgen Gjini, që është afruar tek ekipi i Shirokës, besoj një emër me shumë eksperiencë, po ashtu edhe Kaçobela që ti theksohet para pak momentesh që një golashenues do jetë i ekipit që marrë dhe një sefundi, një të huaj. Po, lojtar nga Kameruni që prezentua ditën e sotme. Presidenti Ergja Xhani është fokusuar kryesisht tek të huajt, edhe tek trajnerët i ka për merak. Tek të huaj mund të fokusohesh, por rregulli nuk lejon më shumë se 3 të huaj këtë sezon në fushën e lojës. Kjo është rregulli i këtij sezoni. Dhe 3 të huaj në stol. Pra 6 huaj mund të federosh. Nuk mund të federosh asnjë më tepër. Dhe një futbollist i datlinjës 2007 duhet jetë se s'bën fush nga minuta parë deri në të fundit. Në qoftë se në superiore duhet jetë vetëm për një pjesë loje, në kategorinë e dytë duhet ta fillojë dhe mbarojë një ditëlinjë 2007. Me qemi të grupi averior, Ersi edhe Endri, por edhe zoti Shkëmbi, Beleqiku nuk është akoma nuk po lëviz. Beleqiku gjithmonë ka nis me vonesë, por ka një grup lojtarësh vëna që janë me eksperiencë edhe me kalimin e kohës, momentet që ata futin në ritëm kampionat, është një skuadër shumë e rrezikshme me rënd. Na luajmë javën e dytë direkt me Beleqikun në komplik, por duhet më pas shumë parasysh sepse tash ka një grup lojtarësh me eksperiencë. Atje të cilët edhe pse gjithmonë nishin të vitin me pak vonesë krahasim me skuadrave të tjera, por momentet që ata futen kapin ritmin e kampionatit dhe marrin një fort gjendje, ata janë ekip të cilët duhet të pas shumë respekt. Do të shkemi në aspektin e gjykimit, duke qenë se i përkisni kësaj fushë, ndoj 3 nga informacionet tuaja, me që po rikthehemi tek gjykimi, bëjmë dije se te kampionati futbollit ndëror, dyshja protagoniste arbitrave model, mund të themi Agron Kastrati dhe Jetmir Podgorica, i përballuan të gjitha ndeshjet, me ato temperatura, sidomos ndeshjet e paraditës, përgëzime dhe për dyshën Podgorica Kastrati. Jes parit, bëhet qefi, kja është historia që në zonën e Veriut gati janë përqeneru tantë skuadra në kategori të ndryshme. Dhe mos harrojmë se edhe një skuadër tjetër është gati për kategorinë e tretë, që quhet North United. Difton masivitetin. Veriu i bashkuar, po ta përkthejmë shit. Ka përzell deri tashmë në fani të dëshmë, ka përzell trajnerin Erion Mani më sa. Ka ndonjë lëvizje tjetër? Tani, momentalisht drejtuesit që po merren me këtë punë duhet mbesi sekret derisa të zyrtarizohet gjithçka. Prandaj nuk mund flasim me tepër. Të vazhdojnë të mbeten sekret, nëse duhen hapësirë mediatike të hapin me tepër. Do i kesh studio, do i kesh studio. Të rrinë me sekretet e tyre dhe të mbajnë sekretin për veten, vetëm Erion Manin po përmendin, ndërsa ata të tjerë ndoshta kur të vijë rradha. Pra, fakti që tanto ekipe të gjitha kategoritë e kompeticionit, zona Veriut, zona Shkodrës është primare në Shqipëri. Që difton punën, pasionin, historinë, dëshirën, kulturën që ka kjo trevë për sportin e dashamirë për sportin. Për te asaj, kalojmë të puna arbitrave, të Kolegjiumi i Shkodrës mirë është paraqitur, edhe ndestimet që janë bërë mirë janë. Shpresojmë një aktivizim. Pasorët e juaj? Drita Sala po punohet aty, punojnë, edhe arbitrat e kanë justifikuar, edhe sezonin e kaluar pat me 2 arbitra në superiore, Grimsin edhe Myrtajn që e kanë justifikuar mas mirit. Por edhe Podgorica ishte shumë aktiv në top listë. Natyrisht Podgorica në rolin e asistentit edhe të puna e kolegjiumit patjetër. Pa një lëvizje për mirë.
Patjetër që ka lëvizje për mirë, urojmë që edhe ky sezon federata të ketë konsiderat dhe mos rrinë me parimin e gabum që Shkodra me pas një arbitër, pse jo me pas dy, pse jo edhe më shumë se dy, kur e justifikojnë. Ju urojmë suksese, shpresojmë që t'ju shkojnë marrë edhe aktivizimi i arbitrave Shkodrës, si të prezentohen a mirë edhe në këtë fushë, si në tëna fushët e tjera. Dhe me këtë lajm, jo, duhet ta pres profesor Mihillin për këtë lëvizjen e dizenjatorit arbitrave. Po, ka ardhur një spanjor, Jareci, dhe ka ardhur një huaj. Për herë të parë për drejtimin e këtij sektori një huaj në federatë. Po, si e gjykon? Disa federata të UEFA se kanë këtë punë, qëllimi nuk është thjesht njansmënia në saktimin ose ajo si shflitet në opinion, nuk është pra thjesht ajo dëshira që tjetë një huj që nuk ka nërhymje, edhe kjo ka peshën e vetë, por kryesisht është me pru një eksperiencë spanjole në dizenjimin në arbitër, sa ai nuk merret vetëm me dizenjimin, ai do të merret edhe me punën e arbitrit, do të drejtojë seminare shkencore, teorike, praktike, pra do të njeh zhvillimin e është përgjegjës i zyrës së sektorit të arbitrimit federat de facto. Pra bën një punë, ose më mirë me thënë, është trajneri kryesor i arbitrave shqiptarë, kështu mund ta... Njërisi pozitive mund ta konsiderojmë. Shpresojmë që të ketë sukses. Megjithëse përvojat me drejtimin e të hujve në fushën e arbitrimit nuk është se kena pas shumë, por për ashtu seminare që ban UEFA 2 herë në vit që na bin gjithmonë, bin arbitra cilësor prej Greqisë, prej Rumanijet, prej Italisë, shpesh. Nuk është se kanë pas në produktivitet të madh të punë arbitrave, po më shumë kanë punu drejtuesi shqiptar me arbitra shqiptar se sa ata, por gjithsesi shpresojmë që ky me që do të jetë edhe dizenjator efekti i punës të jetë më vendimtar, më i thërrit. Dhe me këtë lajm edhe për arbitrimin, që na risolin vëmendje dhe kolegu Qenari, e mbyllim këtë emision për sonte. Falenderoj të ftuarit në panelin sot, Mill Shkëmbin, Ersi Çakun, Endri Qenarin. Folëm gjatë, folëm për vllaznin, për pragneshjen e vllaznia Skënderbeu që luhet të premten në orën 21 java e parë superiores. Folëm edhe për futbollin në rër, për voleybollin në rër, që janë zhvilluar këto kampionate në Velipoj, për moshave, për kategorinë e parë, për të dytën, por edhe për një ngjarje të hidhur që e cekti më herët ndarjen nga jeta të një figure të biznesit të Shkodrës, por edhe që i përkis edhe sportit, Amur Hoxhës, i cili ka qenë kontribues tek klubi futbollit Vllaznia si sponsorizues si dhe ish president i boksit shkodran. Së bashku me kolegët e mi të teknikës, ku sonte kemi pasur 2 koka drejtuese, krye teknikun Valmir Hysa dhe përgjegjësin e transmetimit Nino Jakova, nga unë Gaspar Marku, përshëndetja fundit, takohemi të mërkurën e ardhshme për të folur. Shpresojmë dhe besojmë fitoren e Vllaznisë në javën e parë ndaj Skënderbeut. Deri atëherë natën e mirë.